Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, bazuar në parashikimet e IGEO dhe ERCC, ka paralajmëruar temperatura që do të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Këto temperatura që nuk janë fort të zakonshme për qershorin, shkaktojnë probleme për lëkurën deri tek kanceri i lëkurës. Dermatologja Elda Ziu tregon disa nga patologjitë më të zakonshme të lëkurës në ver. Ajo thekson që numri i pacientëve çdo vit rritet, pasi dhe ambienti që na rrethon nuk është i pastër. Me ardhjen e sinës së verës dhe me ngritjen e temperaturave, vijnë edhe patologjitë ndryshme të lëkurës, të cilat mund të jenë djegje nga dielli, dermatitet e vapës, përkeqësim i akneve, dermatite të ndryshme, dermatite nga bimët, infeksione mikotike, infeksione bakteriane dhe shumë të tjera. Kemi vënë re vitet e fundit një rritje të pacientëve të cilët vijnë me patologji të shkaktuara nga rrezet e diellit. Kjo vjen si pasojë edhe i ngrohjes globale patjetër, por dhe ekspozimit të pambrojtur në diell. Dermatologja thot se rastet më të shpeshta që po hasin këto ditë janë acarimet e lëkurës pas larjeve në pishin, ku uji është me klor, dhe shtimi i pacientëve që kanë rënë në kontakt me pemë e bimë të ndryshme. Larja në ujin e pishinës sjell me vete problematikat e saj, qoftë kjo ndaj ekspozimit ndaj ujit të kloruar, por edhe ndaj ujit që mund të jetë i ndenjur edhe i pisët, që mund të sjellë me vete dermatite të ndryshme nga klori, por edhe infeksione të ndryshme